Njihuni me shenjat më besnike dhe më të përkushtuara të zodiakut. Ne priremi të mendojmë për besnikërinë dhe besimin bazuar në këndvështrimin tonë në çdo kohë. Nëse për shembull të gjithë kolegët tuaj janë të mërzitur me ju sepse e keni humbur një prezantim të madh, shoku juaj më i mirë në punë do t'ju mbështesë. Nëse të gjithë miqtë tuaj nuk e miratojnë lidhjen tuaj, kur të përfundoj, miku juaj më i mirë do t'ju mbështesë, pa thënë të thash. Kjo karakteristik mund të bazohet përveç karakterit dhe edukimit të tyre edhe në horoskopin e tyre. Dëgjoni për të kuptuar dhe zbuluar se cilat shenja të zodiakut janë më të përkushtuar dhe më besniket për të kuptuar më mirë se tek cili njeri mund të mbështeteni. Akrepi, besnikëri e kushtëzuar. Ata që i përkasin shenjës së zodiakut akrepi do të tregojnë besnikëri vetëm ndaj njerëzve që ata zgjedhin dhe i kanë verifikuar më parë se meritojnë. Kjo shenjë famkeqe, pabesueshme dhe fshet, është shumë selektive se ku do të tregojnë për kushtimin e tyre. Akrepët janë përkushtuar dhe mbrojtës, ata e vlerësojnë besnikërinë mbi të gjitha dhe nuk e tolerojnë tradhtinë. Nëse ndodh diçka dhe ata humbasin besimin tek ju, atëherë prisni hakmarrje. Edhe nëse kanë kaluar vite, ata nuk do të harrojnë se si u tholle dhe as nuk do të lënë të harrosh. Briciapi. Briciapi drejtohet nga Saturni, planeti i përgjegjësisë dhe angazhimit, kështu që kjo shenjë praktike luan sipas rregullave, edhe pse mund ta vini re me shumë përkushtimin e tyre në vendin e punës, ata i qëndrojnë besnik të gjithëve. Tradhtia ose braktisja e dikujt në kohën e tyre të nevojës thjesht nuk do të kalonte në mendjen e briciapëve. Në vend të kësaj, ata do të përvishnin mëngët dhe do të bëjnë atë që duhet bërë. Peshqit. Mund të themi se peshqit të përvecojnë emocionet e tjerve si kur të ishin të tyret. Ata ndërojnë për një botë plot me njerëz të lumtur dhe do të bëjnë gjithçka për të arritur këtë vizion. Tradhtia e një miku ose një personi të dashur do t'i lëndonte aq thellë sikur të kishin tradhtuar veten. Ju mund të besoni atyre për çdo gjë pa frikën se do të gjykoheni dhe mos u habisni nëse ata shfaqen në derën tuaj me një kuti me shami para se t'u thoni se jeni mërzitur. Gaforia. Ashtu si peshqit, gaforet mund të jenë fajtor se janë shumë vetmohues. Kjo shenjë ndjeshme vendos miq dhe familje në radhë të parë, shpesh edhe mbi veten e tyre. Por ndryshe nga disa prej shenjave të tjera në këtë listë, ata nuk presin asgjë në këmbim. Kujdesi për të tjerët vjen natyrshëm te gaforia dhe të dish se i ke zgjedhur t'u drejtohesh në një kohë nevoje i mbush me gëzim. Gaforet aspirojnë të krijojnë një marrëdhënie dashurie dhe një shtëpi të njohur. Ata duan që ju të ndiheni rehat në hapësirën e tyre dhe zakonisht kjo përfshin biskota të ngrohta të sapopjekura ose sup pule të bërë në shtëpi.